Më 18 dhjetor 2024, Edi Rama afirmoi se lejen për ndërtimin e tecit me mazut në Roskovec për kompaninë Fier Termoelektrik në pronësitë oligarkut Bashkim Ulaj dhe kompanisë greke Gekter Nasaat, Esfanthios dhe Gjorgjis Kuvaris. Me 26 maj 2025, pronarët e tecit i kërkuan entit rregullator të energjisë ERE pajisjen me licencë prodhimi të energjisë elektrike dhe brenda 2 javësh më 9 qershor ERE miratoi kërkesën pavarësisht mangësive në dokumentacion, shkeljes së kritereve mjedisore dhe mungesës së një burimi të veçantë ujor që është kusht ligjor për funksionimin e tecit. Pas padive civile dhe kallëzimeve penale të shoqatave Zharza dhe shoqata e bujqësisë organike dhe mjedisit, enti rregullatori i energjisë filloi procedurat për anullimin e licencës së tecit. Më 7 gusht 2025, me vendimin numër 181, ERE pezulloi licencën e prodhimit deri në përfundimin e proceseve gjyqësore, dorëzimin e dokumenteve të plota dhe verifikimin e kushteve të detyrueshme mjedisore, përfshirë sigurimin e një impjanti të veçantë furnizimi me ujë teknologjik. Ligji e ndalon shprehimisht furnizimin e tecit me ujë nga rrjeti publik dhe nga burimet bujqësore për të shmangur ndotjen nga mazuti dhe mbetjet toksike që teci prodhon. Por kompania Fier Termoelektrik, në vend që të ndërtoj burimin dhe impjantin e vet të ujit, ka nisur një operacion ilegal për të marrë ujin e pishëm dhe atë të bujqësisë nga banorët e zonës. Bashkia Roskovec, e cila miratoi lejen pa konsultim publik, po i lejon kompanisë të ndërhyjë në rrjetin e ujësjellësit dhe të manipulojë burimet ujore të baseneve, duke grabitur ujin e fshatrave Suk 1, Suk 2, Arapaj, Strum, Velmish, Drenovic, Samatic, Rrëz, Goriçan, Kutalli e të tjerë. Agjencia e Menaxhimit të Baseneve Ujore dhe Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve Fier nuk po ndërhyjnë, pasi e dinë se Bashkim Ulaj është i lidhur me kryeministrin Edi Rama, i cili urdhëroi institucionet i përgatisnin dokumentet paraprake për lejen e tecit. Skandali thellohet kur zbardhet një tjetër fakt: 90% e energjisë që do prodhoj teci në Roskovec do të eksportohet në Greqi dhe vetëm 10% do të përdoret në Shqipëri. Por ajo që e bën edhe më absurd projektin është se qeveria greke e ka refuzuar ndërtimin e këtij teci në Janin për shkak të kundërshtimeve të banorëve dhe sepse e ndalojnë 3 konventa europiane për mbrojtjen e mjedisit. Ndërkohë Edi Rama e pranoi të ndërtojë në Roskovec duke e trajtuar Shqipërinë si territor eksperimentesh mjedisore dhe shqiptarët si popull të dorës së tretë. Ky projekt është një ndër veprat më të pastra të kapjes së shtetit nga oligarkët, një tec me mazut, teknologji e viteve 70, i ndaluar në vendet e Bashkimit Evropian, që Rama e pranon me servilizëm të plotë si pjesë e pazarit të tij me klientët ekonomik dhe me kompanitë e huaja që Shqipërinë e trajtojnë si zonë industriale pa standarde.